I them atit Sadullah Bajramit, a e ke dëgju do njëherë në mexhliset e Ikhwanu rebelistave këtë transmetim nga Omeri ose të Omerit radiallahu anhu? Transmeton Imam el-Ajurri. Transmeton Imam el-Ajurri, i cili ka jetuar para më shumë se 1000 vite. Do thonë nuk ka jetu në kohën tonë, që më thonë Rabiov, jo kështu. Imam el-Ajurri transmeton në librin e tij Ash-Sharia, duke thënë Imam el-Ajurri, na tregoi Ebu Shuaib Abdullah ibn Hussein el-Harrani, i cili tha, më tregoi gjyshi im, i cili tha, më tregoi Musa ibn A'yan, të gjithë nga Ibrahim Abdul A'la, nga Suejt ibn Ghafala, i cili ka thënë, Omeri më tha, Suejti rahimahullah thot, Omeri më tha, o Ebu Umeja, unë nuk e di, ndoshta nuk do të takoj më pas këtij viti. Ndoshta nuk do të takoj me më. Prandaj thot, shikoni do thonë porosinë e fundit që ja jep Omeri radiallahu anhu këtij njeriut. Ku njeriu do të thonë mendon se është takimi i fundit, çfarë porosi i jep të tjetrit, çfarë porosi? Atë që është do të thonë shumë e rëndësishme për fenë e tij. I thot, prandaj dëgjo dhe bindu. Omeri thot, jo Sheikh Rabia. Sheikh Rabia vetëm transmeton fjalët e Omerit. Sheikh Rabia vetëm transmeton fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sheikh Rabia vetëm transmeton fjalët e Usama ibn Zeidit radiallahu anhuma. Sheikh Rabia transmeton vetëm qëndrimet e Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma. E kështu me radhë. I thot Omeri radiallahu anhu, dëgjo dhe bindu, edhe nëse mbi ju caktohet një rob abesinian, i qal. Nëse të vret. Thot Omeri duro, fasbir. Omeri thot fasbir. Ju thoni dilni, rebeloni. Tash kënd me marrë ne për peshore? Kënd të ndjekim rrugën e tuaj të shkatruar dhe me degenerime dhe prishje, ose rrugën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse të rreh, duro. Nëse ta mohon një të drejt, duro, thot Omeri, pra, fasbir. Omeri thot fasbir. Nuk thot ukhruju, dilni. Jo, Omeri thot fasbir. Nëse dëshiron të ndërmarr diçka që dëmton fenë tënde, thuaj, dëgjoj dhe bindem, por gjaku im është para fesë sime. Pra do ta jap fenë, domethënë jetën për fenë time. Dhe mos u ndaj nga xhamati. Imam el-Ajurri rahimahullah shpjegon këtë transmetim, këtë fjalë të Omerit radiallahu anhu, e bën një komentim, duke thënë Imam el-Ajurri rahimahullah, kuptimi i saj është, kushdo që caktohet mbi ju, qoftë arab apo jo arab, i zi apo i bardh, binduni në gjithçka që nuk është mëkat ndaj Allahut, edhe nëse ta mohon një të drejtë që ke, të rreh padrejtisht, ta cenon nderin, apo ta merr pasurinë, mos të shtyj kjo që ta ngresh armën kundër ti, apo ta luftosh. Mos dil me asnjë grup të xhawarixhve që dalin kundër ti, dhe mos nxis të tjerët të bëjnë një gjë e tillë, domethënë me bë kryengritje dhe rebelime dhe përplasje me forcat e shtetit. Por Imam el-Ajurri rahimahullah thot, me gjitha këto duro. Pastaj thot Imam el-Ajurri duke vazhdu, ka mundësi që ai pushtetari të të urdhërojnë për ndonjë gjë që dëmton fenë tënde në një mënyrë ose tjetër. Si për shembull, të urdhëron ta vrasësh dikë që nuk e meriton të vritet, apo ta presësh ndonjë gjymtyr të trupit padrejtisht, apo ta rrahish dikë që nuk e ka merituar, domethënë rrahjen, ose t'ia marrësh pasurinë padrejtisht. Në këtë rast nuk të lejohet t'i bindesh. Atëherë, u themi këtu në vetë, çka do thoni ju tash për fjalën e Omerit radiallahu anhu dhe për shpjegimin e Imam el-Ajurrit rahimahullah, i cili ka jetuar para 1000
vjet. Nuk ka libër prej librave të akidës. Unë nuk e di cila akida mësojnë ata. Akidën e Sejt Kutubit në përpodrumet e Egjiptit. Nuk ka libër prej librave të akidës i gjatë ose i shkurtër, për vetëm se imamllarat e sunnetit e kanë përmendur çështjen e bindjes ndaj pushtetarëve.